Mirë se erdhët të dashur miq. Jemi në pjesën e tretë të Vila 24 për ditën e sotme. Jemi përgatitur tashmë në këndin tonë të bisedës, sikundër e kam anoncuar dhe në krye të këtij emisioni, do të flasim për rolin dhe vlerën që kanë sot diplomat në fakt në tregun e punës, në një treg pune të super ngarkuar, të mbi ngarkuar me diploma të ndryshme, sa vlen dhe çfarë cilësie duhet të ketë diploma, çfarë vlere ka ajo përballë këtij tregu të punës dhe sa e vështirë është në fakt që studentët të arrijnë të gjejnë një vend pune pas përfundimit të studimeve. Ky është në fakt, edhe përderisa jemi në prag të nisjes së vitit të ri akademik, duhet bërë zgjedhja e duhur. Si të bëhet zgjedhja e duhur, si të njohim më mirë universitetet, programet, kurrikulat, çfarë na ofrojnë këto universitete dhe si ne mund të jemi të aftë të gjejmë një vend të mirë pune në tregun e punës. Jam në këtë bisedë me zotin Altin Hoti, që është dekani i ekonomikut në Universitetin Luarasi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. Faleminderit për kohën tuaj. Besiana Hasani, që është studente juridikut, përshëndetje Besiana, dhe zëvendëse presidente e senatit të shkollës në Përshëndetje, kënaqësi që ndodhem në studion tuaj. Kënaqësia është për ne. Agli Plaku është student i ekonomikut në këtë universitet dhe presidenti i senatit. Do të flasim dhe si funksionon senati tashmë në një universitet. Përshëndetje Agli. Alsaid Sinani, që është student i juridikut në Universitetin Luarasi. Mirë se erdhët. Tashmë, si kundër e përmenda, zoti Hoti, jemi në prag të vitit të ri akademik. Çdo student, kandidat për student që ka përfunduar tashmë gjimnazin, mendon të nisë një universitet, të marrë një degën e duhur, dhe duke zgjedhur degën, të mendoj më pas se çfarë do të bëhet me të pas përfundimit të studimeve. Do doja ta nisja pak, meqense ju vini nga një universitet tashmë i njohur dhe me kërkesa të larta nga ana e studentëve. Çfarë sugjeroni ju për kandidatët për student, çfarë zgjedhje, çfarë kriterë duhet kenë ata parasysh? Në fakt është e vërtetë që problemi për të zgjedhur një universitet ka ekzistuar në vite, edhe pse reforma që ndërmori qeveria shkurtoi numrin e universiteteve të cilat mbeten në tregun e arsimit të lartë privat, përsëri zgjedhja është shumë e vështirë, sepse kjo zgjedhje është e vështirë edhe për prindrit, por edhe për studentët. Në përgjithësi, duke u kthyer kohës kur ne kemi qenë në momentin e zgjedhjes së një universiteti, e dim që studentët janë në një konfuzion të plotë, sepse kanë parasysh disa zgjedhje në të njëjtën kohë. E vërtetë. Është shumë e rëndësishme të kuptohet fakti që për të bërë një zgjedhje duhet t'i referohesh disa universiteteve, por më rëndësishme është ky universitet pasi të përfundoi arsimin, çfarë na ofron ne, sepse distanca midis universitetit dhe tregut të punës sa më e shkurtër të jetë, aq më cilësor është. Pyetja gjithmonë, a ja vleti që e zgjodha? Sepse koha që ne harxojmë për të marrë dije duhet të shpërblehet, si thua, me një profesion apo me një punë e cila i shërben dhe jep kontributin e saj në shoqëri. Universiteti Luarasi në këtë këndvështrim besoj që ka një eksperiencë të gjatë dhe shquhet tashmë për atë që quhet cilësi në mësimdhënie. Ne ekonomistët në përgjithësi flasim me shifra kur duam të japim treguesit e një rezultati dhe fakti që 80% e studentëve të diplomuar mund të gjejnë punë direkt pasi përfundojnë studimet është një tregues mjaft konkret për t'u thënë studentëve që ky universitet dhe kjo diplomë nuk është thjesht një copë letër, por një instrument për t'i shërbyer vetes në të ardhmen e tyre. Sigurisht që tani çdo vit ju si staf akademik mendoni për të reja që universiteti është si një bank në akumulimin e dijes. Pra, sa më gjatë ekzistojnë në kohë një universitet, aq më i mirë bëhet për kushtet dhe tregun e punës të këtij vendi, por edhe më gjerë. Për të thënë ndoshta një lajm që mund të shërbej studentëve apo prindërve për të bërë një zgjedhje, ne i kemi kushtuar vitit kaluar një theks bashkëpunimit ndërkombëtar të Universitetit Luarasi me universitetet. Do të ndalemi vetëm pas pak për më gjerë, sepse është shumë e rëndësishme le të themi bashkëpunime dhe të reja që janë në një universitet. Është theks që të gjithë universitetet prestigjioze në botë i vënë bashkëpunim ndërkombëtar. Bashkëpunim ndërkombëtar dhe se si diploma mund të shkojë jashtë për te kufive të vendit. Do të ndalem tek student duke qenë se te pyetja e parë që unë përmenda se si ju e keni bërë zgjedhjen tashmë. Ju po studioni në Universitetin Luarasi, keni këtë eksperiencë, çfarë vitesh jeni? Unë kam mbaruar vitin e parë për drejtësi, hidhem në vit 2. Viti 2. Viti 3, hidhem viti 3 bachelor administrim biznesi.
simjet viti 2 master shkencor dega juridik. E kuptoj. Pra ju këtu edhe para 3 vjetësh për marrë mesataren e për zgjedhjes, keni qenë në këtë dilemë që janë kandidatët për student në këto momente për të zgjedhur. Si keni bërë zgjedhjen ju për tek Luarasi? Jeni ndikuar nga emri, trashëgimia që ka ky universitet dhe çfarë keni gjetur? Si e keni gjetur veten? Keni plotësuar gjithë atë dëshirë dhe pasionin që keni për të ardhmen? Së pari, zgjedhja ime ka ndikuar disa faktorë. Një nga këto që unë kam gjetur tek Luarasi është kombinimi së pari i tarifave me cilësinë. Është një kombinim i cili mua jo vetëm ka pëlqyer, por stafi akademik që kam gjetur aty, kam ngelur absolutisht shumë e kënaqur dhe vazhdoj të jem e kënaqur dhe të zgjohem në mëngjes me dëshirën për të shkuar në shkollë, për të marrë dije dhe për të perfeksionuar akoma më shumë. Kushtet fizike që ofron ky universitet janë absolutisht shumë të mira dhe ajo që unë kam vënë re deri tani është fakti që Luarasi ka në fokus studentin. Dhe fakti që ne jemi këtu për të folur për Luarasin, pra nuk kanë ardhur pedagogët tanë përveç profesorit për të folur, e dëshmon më së miri këtë. Ju? Po. Natyrisht që ka shumë faktorë që ndikojnë që bësh të mendosh që dua të shkoj të studioj te Luarasi. Po arsye kryesore që mendoj që është për të tre ne janë cilësia dhe metodat që përdorin pedagogët në mësimdhënie. Ju a rekomandoi dikush, zgjodhët, ju tha dikush që aty ka cilësi në mësimdhënie, ka kushte më të mira, ju garanton në tregun e punës? Si ishte zgjedhja juaj? Natyrisht që kishim folur dhe me studentë që kanë qenë ish student Luarasi dhe përvoja atyre na ndihmoi shumë për të vendosur për të ardhur te ky universitet. Po sigurisht edhe infrastruktura ndikon. Te Luarasi studentët janë të privilegjuar studiojnë aty duke qenë se infrastruktura dhe dyert e pedagogëve janë gjithmonë të hapur për studentët. Ju si ndiheni kur tek Luarasi vinë dhe japin mësim, japin eksperiencën e tyre emra të njohur të jetës publike, që kanë një karrierë më të madhe dhe që sigurisht japin shembujt e tyre përballë audiencës së studentëve? Vetë fakti që vinë kërë të lartë të vendit të japin leksionet tek Universiteti Luarasi, na bën ndihemi krenar dhe privilegjuar. Dhe të njëjtën kohë, ne kemi një port hapër edhe një mënyrë komunikimi me këto personalitetet të nderuara. Gjithashtu, zgjedhja ime drejt Luarasit ishte sepse unë mendova që Luarasi do më shërbente si një trampolinë e fuqishme drejt një të ardhme më të mirë në tregun e punës, për vetë emrin që Luarasi ka sot në tregun e punës. E kuptoj. Ne, po kishte diçka për... Doja të shtoja vetëm diçka për faktin se si ndihemi neve kur pedagog me emër, njerëz të cilët mbajnë sot poste të larta publike dhe jo publike vinë dhe na japin eksperiencën e tyre. Mendoj se nuk ka asgjë më të mirë se sa eksperjenca në auditor. Dhe neve deri tani kemi përfituar jashtëmase nga kjo eksperiencë që ato e kanë sjellë përveç dijes së tyre që transmetojnë tek neve, sjellin edhe eksperiencën që i ka shoqëruar ato në arritjet e tyre. E kuptoj. Ne kurioziteti na çoi për të qenë në auditorët dhe në këtë universitet, në Universitetin Luarasi, kemi qenë aty dhe kemi takuar zonjën Nevila Xhindi, që tashmë nga bota e politikës, si është rikthyer botës akademike, është kryetare e bordit të besimit në këtë universitet. Ndjekim pak mbi të reja që do të sjellë ky universitet këtë vit të ri akademik, sa i takon edhe tarifave, por edhe diçka më tepër. Ndjekim, rikthehemi për të vazhduar diskutimin.
Përshëndetje, si jeni? Do të interesosha domethënë cili është dokumentacioni i nevojshëm për të regjistruar në master. Shkencor. Okej. Ju keni mbaruar ciklin e parë bachelor dhe kërkoni për të regjistruar në master. Fakulteti Ekonomik, besoj. Okej. Atëherë, dokumentacioni i nevojshëm që duhet për të regjistruar në master shkencor është lista notave dhe dëftesa e maturës shtetërore, njësi me origjinalin dhe e njësuar në drejtorinë arsimore. Diploma dhe suplementi i notave e fituar në ciklin e parë bachelor dhe kjo njësi me origjinalin. Një kërkesë që ju ja drejtoni në këtë rast ja lëson, kërkesë që ja drejton universitetit për të regjistruar. Një CV tuajën, kopje e kartës së identitetit dhe 2 fotografi. Në momentin që gjithë ky dokumentacion është i plot nga juve, vini dhe plotsojmë gjithë procedurat e regjistrimit. Që dhe ju ta keni më të qartë, këtu keni një flet palosje, ku i keni të gjitha me radhë dokumentacionin që ju nevojitet. Dhe këtu përbëri poshtë keni dhe masterat e nevojshëm dhe për ekonomikun si master shkencor, si master profesional. Këtu kemi dhe dokumentacionin e nevojshëm për transferimin e studimeve. Që do të thotë, përveç dokumentacionit që unë sapo ju përmenda më sipër, pra listë notave e shkollës së mesme, e sigluar dhe njësuar në drejtorinë arsimore, duhet kërkesa me shkrim që drejton universitetit ton për të kaluar transferimin e studimeve nga një fakultet në një fakultet tjetër, duhet vërtetimi i çregjistrimit nga fakulteti nga Vjen, bashkë me datën përkatëse dhe numrin e matrikulës që ka pasur tek universiteti nga i Vjen. Duhet lista e notave e lëndëve që ai ka shlyer atje, bashkë me programin dhe planin përkatës, dhe duhet kopje e kartës së identitetit, 2 fotografi dhe një kopje e tërë gjithë programeve që ai ka shlyer, e firmosur, e vullosur nga kryesekretarja dhe dekani i fakultetit nga studenti Vjen. Pra, ky është dokumentacioni i nevojshëm që ju nevojitet për të regjistruar pranë fakultetit tonë. Ju falenderoj. Faleminderit dhe juve. Ditën e mirë. Bashim edhe mbar. Faleminderit. Për shumë arsye. Luarasi është një ndër universitetet e para private në Shqipëri. Është themeluar në vitin 2003. Është themeluar jo vetëm për nevojat e tregut të asaj kohe, se daton në një 10 vjeçar që Shqipëria, ose më saktë të gjithë shqiptarët donin të bëheshin ose jurist ose ekonomist. Besoj se në këtë 10 vjeçar që kemi hyrë është diçka më ndryshe. Dhe jo vetëm si nevojë, por edhe si nevojë cilësore. Është drejtuar dhe ka pasur dhe ka në stafin e tij akademik njerëz të përkushtuar drejtësisë dhe ka hyrë në tregun shqiptar të arsimit lart në logun e një universiteti që i ka dhënë drejtësisë shqiptare. Studentët e Luarasit janë ata që për hir të së vërtetës tregun e punës nuk e kanë pasur fare problem dhe kanë marrë pozicione shumë të mira, kanë konkuruar dhe kanë marrë edhe pozicione në magjistraturë, domethënë janë pranuar në magjistraturë. Sot ndodhen në sistemin e drejtësisë shqiptare, por jo vetëm, japin kontributin e tyre si jurist në administratën publike, por edhe në kompanitë private. E mira Universitetit Luarasi është që në strategjinë e tij u mendua që ky universitet ose më sa shkolla lartë universitare, për që janë korrekte edhe me ligjin, të kishte edhe një dimension ekonomik. Dhe të themi të drejtën është pikërisht dimensioni që një student do ta bënte shumë të preferuar për tregun e punës. Pra një shkollë e biznesit dhe e ligjit do të ishte mrekullisht mirë e ulur në sistemin dhe në tregun e punës shqiptare. Kështu përpara 3 viteve Luarasit ju shtua edhe një fakultet, është Fakulteti Ekonomik, i cili është i akredituar, është një fakultet që ofron administrim biznes, ofron edhe financë, po njëkohësisht ofron diçka shumë të veçantë në nivelin master, atë të masterit ekzekutiv, për të cilin unë mendoj që
shoqëria shqiptare ka shumë nevojë për specialistë, për njerëz të ditur, të cilët i afrohen këtij masteri dhe njohurive të tyre të tregut të punës i shtojnë edhe njohuritë e auditorëve të Luarasit. Këtë treg kaq të rrëmujshëm të pameritave, studentët e Luarasit me dinjitet kanë zënë vendet e tyre të punës. Por asnjëherë Universiteti Luarasi nuk ka anashkaluar dimensionin e tij social. Edhe për këtë vit shkollor, për këtë vit akademik, ne kemi ofruar për 10 më të mirët e maturës shtetërore, 5 bursa të plota në ekonomik dhe 5 bursa të plota në sistemin bachelor. Shtuar këtij fakti, ne do ta ruajmë dimensionin ton social dhe për këtë periudhë që ne flasim deri në fund të muajit shtator, ne do bëjmë një reduktim tarifor, jo vetëm për shtresat në nevojë, por përgjithsisht për studentët që duhet i bashkohen Universitetit Luarasi në sistemin bachelor. Ne përpiqemi të marrim dhe të ruajmë cilësinë e studentëve në auditor, por është sfidë të ruash edhe cilësinë e stafit akademik. Kjo është sfida cilësore e aspektit akademik, por sigurisht Luarasi është ndodhur edhe përpara një sfide me zgjerimin e numrit të studentëve, është ndodhur edhe për përpiqje ta zgjidh edhe sfidën e mjediseve fizike të universitetit. Ne së shpejti do kalojmë në një godinë tjetër të standardizuar, e cila do të presë sigurisht më shumë student këtë vit, por edhe një numër në rritje të stafit akademik. Kjo është një nga revistat shkencore të universitetit. Janë të gjitha titullarët më të mirë, qeverisja vendore, parimet kushtetuese. Sfida është sigurisht edhe për zgjedhja e degës së studimit në universitet, sikundër e ndoqet edhe nga zonja Xhindi. Pyetja sigurisht që ne nisëm me këtë pyetje që në fillim të emisionit që i karakterizon tashmë kandidatët për student është ku do të studiojnë, në cilën deg, çfarë imponohet përmes tyre dhe si do ta njohin më pas tregun e punës në mënyrë që kjo diplomë të vlejë dhe të jetë e vlefshme në tregun e punës. Si e vlerësoni zoti Hodi pikërisht përputhshmërinë që duhet të ketë institucioni arsimor me tregun e punës? Kuptohet që në një periudhë krize, krize globale, financiare dhe ekonomike, nivelet e papunësisë rriten dhe aty ku nivelet janë më të larta është pikërisht rinia. Dhe kjo është një tipar i krizës jo vetëm për Shqipërinë, por në përgjithësi për Europën dhe botën më gjerë. Kështu që është shumë e rëndësishme që diplomat mos jetë thjesht një diplomë e cila certifikon dijen, por një diplomë e cila certifikon dijen për tregun e punës. Pra, ne dhe në përgjithësi të rinjt përballen me një situatë kur pas diplomohen, ato duhet që të kenë një eksperiencë pune ose të kalojnë një proces të papaguar pune me qëllim që ato të kenë mundësi të punojnë pasaj në mënyrë permanente. Pikërisht Luarasi përpiqet ta shkurtojë këtë lloj distance përmes certifikimit që i bëhet dijeve të studentit, duke gërshetuar në mënyrë të natyrshme dijen në auditor me praktikën në vende pune apo në administratë publike. Ne jemi përpjekur që studentët, kryesisht ekonomikut, por dhe ata të fakultetit juridik mos mbeten jashtë kësaj eksperience, të mund të praktikojnë dijen e tyre përmes internshipeve apo praktikave të tjera, jo vetëm praktikës së detyrueshme në fundin e përfundimit të studimeve 3 vjeçare. Dhe duke marrë këtë nivel të dijes praktike, ato e kanë më të lehtë që të shkurtojnë pra atë periudhën e provës apo ta eliminojnë fare në një vend pune. Po, të qëndrojmë pak tek punësimi të ri me pas të kaloj tek studentët. Luarasi është orientuar në 2 drejtime, ekonomiku, 2 profile ka ky universitet, ekonomikun dhe juridikun. Kjo është strategji e juaja në mënyrë duke patur parasysh tregun dhe kërkesat që ka për ekonomista edhe jurista? Absolutisht që si çdo institucion tjetër, unë besoj që edhe ne operojmë brenda një kuadri strategjik zhvillimi. Kuptohet që Universiteti Luarasi ka lindur si një vatër e dijes juridike, por duke parë interesin dhe, si thuash, orientimin e tregut dhe zhvillimeve ekonomike në vend, që ka një nevojë të ngutshme, po themi, për shtimin e fakultetit ekonomik. Ne ju drejtuam pikërisht, si thuash, në strategjinë e përgjithshme taktikës zhvillimit dhe të zgjerimit. Por kuptohet që ne hapat për zgjerimin e universitetit i kemi të ngadalt, pikërisht për të testuar
në mënyrë të vazhdueshme zgjerimin e universitetit. Përveç studentëve që tashmë kanë një rrugë akoma gjatë përpara për të përfunduar, le të themi, studimet, sa të bindur, sa të aftë ndiheni ju në tregun e punës, me dijet që do të merrni në këtë universitet? Sa të sigurt ndiheni, le të themi, për një vend pune, që do të gjeni një vend pune në treg? Brenda apo jashtë Shqipërisë, pasi di që Luarasi ka edhe njohjen ndërkombëtare të diplomave, apo jo? Po. Si që përmend edhe profesori, studentët pasi diplomohen përballen me krizën e papunësisë apo me periudhat e provave të papaguara, internship e tjerë. Megjithatë, Universiteti Luarasi është një nga universitetet i cili ka dëshmuar se studentë të cilët kanë marrë një diplom të Luarasit kanë gjetur veten e tyre. Unë jam studente juridikut dhe përsa i përket tregut juridik, studentet e Luarasit e kanë gjetur veten si në avokati, noteri, dhe kemi studentë të cilët janë edhe pjesë e gjyqësorit, pra të cilët kanë përfunduar studimet e magjistraturës. Për mua kjo është një shpresë shumë e mirë, është një dritë, është një alternativë që neve na jepet. Profesori përmendi më përpara që neve jemi pjesë e internshipeve të ndryshme të cilat organizohen si të administratës publike, ashtu edhe në për administratë private. Deri tani unë mendoj se diploma e Luarasit për gjithë ato studentë të cilët e kanë përfunduar ka dëshmuar se ka vlejtur. Shpresoj që dhe unë të ecë në hapat e atyre studentëve. Të punoni me diplomën që do të merrni? Keni ndonjë orientim, piksynim? Ajo që unë kam si piksynim që në momentin që kam filluar studimet për drejtësi, është që unë të bëjmë një juriste e mirë, që pasi unë të jemi diplomuar, të di të jap drejtim për problemet juridike. Të çfarë do llojshme qofshin ato, profilin akoma nuk e kam menduar nëse do të jetë i publikes apo i privates, megjithatë kam besim se do të arrit diçka. E kuptoj. Si një ekonomist i arshëm? Po. Agli? Në një treg vogël si Shqipëria, normalisht nuk është edhe aq e lehtë gjesh një vend pune. Në një treg ku ka dhe pafund ekonomista, apo jo? Siç e thoni edhe ju, ekonomistët janë gjithmonë dega që pëlqejnë më shumë nga studentët edhe janë në rritje. Luarasi të ofron një mundësi shumë të madhe, cilat janë një marrëveshje, disa marrëveshje që ka bërë Luarasi me biznese të ndryshme, të cilët ofrojnë mundësi punësimi për studentat që dalin nga Luarasi. Që do të thotë përveç se teorisë që ne studiojmë në shkollë dhe leksionet shtesë që marrim nga pedagogët dhe pedagogët tuaj që vinë të universiteti jonë për të bërë leksionet dhe debatet ndryshme, ne kemi dhe mundësinë që këto teori që ne i studiojmë në shkollë, në universitet, ti praktikojmë në punat ndryshme. Me qenë se Universiteti Luarasi është pjesë e Hysem Belliu Group, cili është një grup, një rrjet i madh biznesesh, cili mundëson studentëve që përveç se praktikën të kenë mundësi që edhe të punësohen pranë këtyre bizneseve. Shembull janë të shumë, studentë që kanë mbaruar shumë mirë të Universitetit Luarasi kanë gjetur punë në bizneset edhe rrjetet që ka pasur marrëveshje universiteti që janë edhe pjesë e Hysem Belliu Group. Është një farë lehtësie që Universiteti Luarasi ju ofron studentëve të ekonomikut, po ashtu edhe të juridikut më të kufizuar, po është mundësi shumë e mirë, por edhe ato studentë të rinj që dëshirojnë vinë dhe të studiojnë të Universiteti Luarasi. E kanë një mundësi, duke qenë se rrjeti i bizneseve është shumë i madh, kanë një mundësi, një punë më të sigurt drejt tregut që është një lloj strategjie e vetë universitetit do t'i hoti për të tërhequr bizneset në mënyrë që ato jo vetëm të japin eksperjenca të ndryshme në këtë universitet përballë studentëve, por për të tërhequr edhe studentë që mbarojnë. Unë besoj që përtej strategjisë kjo është një interes i përbashkët. Biznesi, edhe pse duket sikur vetë studentët janë më të interesuar për të qenë pjesë e tyre, biznesi në të vërtetë ka key factor një të punësuar i cili duhet jetë cilësor dhe të jap kontributin e tij, sepse një student i përgatitur mirë është nesër një vlerë shtuar për biznesin. Prandaj është si thua një interes i përbashkët që në këtë rast u konvenion studentëve të Universitetit Luarasi. Alsajt, e keni bërë këtë pyetje vetes pas si të përfundosh studimet, a do të arrish të gjesh një vend pune në një treg me jurista? Më thonë drejtën përsa i përket tregu i punës duhet jemi realist që është shumë i vështirë, por Luarasi është një prezantim i mirë që ne mund t'i bëjmë vetes në tregun e punës, për vetë faktin me eksperiencën e madhe shumë vjeçare që ka në treg, me cilësinë, me stafin pedagogjik, me personalitetet të nderuara të vështuara, por gjithashtu Luarasi na ofron edhe përsa i përket bashkëpunimit,
Luarasi është pjesë e zonës, është pjesë e ZEAL, ose Zona Europiane e Arsimit Lartë, që do të thotë që student Luarasit studiojnë në shtete ndryshme të Europës LMG-r, pa lanë asnjë problem shtesë. Diplomat ndërkombëtarisht. Do të thonë diploma e Luarasit është shumë e besueshme dhe është prezantimi më i mirë që mund të bëjmë vetes në tregun. Sa po shoj pas syrin për jashtë shtetit për të kemi syrin që bëjmë sa më mirë, që emrin e Luarasit ta çojmë sa më përpara dhe në vendin ku i takon. Pastaj do ja lëmë edhe kohës. Si jurist dhe le të them pedagogë që kanë dhënë mësim tek ju, e keni shtruar ndonjëherë këtë çështjen e reformës në drejtësi që është femra e akilit tashmë që po diskutohet gjëre gjatë bashkë me temat e tjera të ekonomikut? Po duke pas parasysh se shumë pedagogë që na kanë dhënë mësim tek Luarasi janë edhe tani pjesë e reformës në drejtësi. Kjo na bën që ne sa do pak të ndijmë vetin të aftë për dhënë ndoshta ndihmën tonë modeste në reformën në drejtësi, edhe ndihemi më të formuar, gjithashtu edhe të privilegjuar që jemi pjesë e Luarasit dhe këtij stafi pedagogjik që ne bashkëpunojmë me to. Po, Agli, përveç se një ekonomist i arshëm është dhe president i Senatit të Universitetit dhe Besiana që është zëvendës presidente, si funksionon? Çfarë roli ka Senati? Atëherë, Senati është i krijuar nga studentët dhe funksionon për studentët. Është porta hyrëse dhe ura lidhse midis studentit dhe pedagogëve. Senati funksionon njësoj si një senat akademik, po vetëm se përbëhet nga student dhe mendimet e studentëve mundohen që t'i përçojmë më lart tek pedagogët, dekanët. Po, sigurisht që po, ne funksionojmë si një senat i rregullt, me proces verbale, me gjëra që funksionojmë normalisht si një senat, po mundohemi që trajtojmë vetëm pjesën studentore. Pra, shqetësimet e studentëve, problemet e studentëve, t'i përcjellim më mirë dhe të mundsojmë lidhjen midis studentëve dhe pedagogëve. Ti qëndrojmë pak sa, do t'i thotë këtij bashkëpunimit që u përmendët të universitetit me universitetet e tjera ndërkombëtare. Çfarë është bërë për ta konkretizuar këtë lloj bashkëpunimi institucional? Në fakt, të gjithë universitetet prestigjioze në botë e kanë theksin tek bashkëpunimi ndërkombëtar, pasi kjo e bën, si thuash, të harmonizuar dijen akademike e cila merret në universitete. Ne nuk bëjmë dallim nga këta universitete dhe kemi kushtuar një rëndësi shumë të madhe bashkëpunimit jo vetëm brenda hapësirës shqiptare, por edhe jashtë. Për të folur më konkretisht, unë do thoja që një marrëveshje bashkëpunimi që kemi tashmë të nënshkruar me Universitetin e Lodzit në Poloni është konkretizuar me një Erasmus Plus të fituar tashmë në trajtën e bursave që jep apo akordon Bashkimi Evropian për mobilitetin e studentëve dhe të pedagogëve. Pra, çdo student, në fakt çdo student do ishte e thënë shumë, por studentët më të mirë të universitetit kanë mundësi që të transferojnë studimet e tyre në një periudhë një vjeçare me bursat plota të paguara nga Bashkimi Evropian dhe të gjitha kreditet e marra në një universitet partner të kenë mundësi që të njihen në Universitetin Luarasi. Pra është një eksperiencë e gjallë, e ndryshme në një ambient ndërkulturor që nuk humbet përsa i përket vitit shkollor në Universitetin Luarasi. Pra është diçka e re, jo vetëm për tregun shqiptar, por do thoya që për tregun privat të arsimit lartë është një risi. E kuptoj. Ne duhet ta mbyllim këtu këtë bisedë. Unë ju falenderoj shumë që erdhët dhe që ndat këto mendime bashkë me publikun dhe sidomos me ata kandidatë për studentë cilët ende nuk e kanë bërë zgjedhjen e tyre sepse viti i ri akademik fillon më 12 tetor. Ju uroj shumë suksese në jetën tuaj akademike bashkë me ju, zoti Hodi. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur të dashur miq në këtë hapësirë të Vila 24. Takohemi nesër së bashku, qëndroni në News 24. Mirupafshim.